Jam këtu për me vendos një vit qartë mes lirisë së shprehjes dhe dhunës. Që 10 vjet jam aktive në jetën publike, po sidomos tash jam subjekt i qindra komenteve fyse, denigruse, kërcënuse, plotë urrëtie. Sot po dorëzoj 650 faqe material në Policinë e Kosovës, jo sepse jam lëndu nga kritika politike, në demokraci kritika është e domosdoshme, po i dorëzoj sepse kërkush nuk ka drejt me përdorë kërcënimin, poshtrimin edhe dhunën online si armë për me i hesht, friksu apo largu gratë nga jeta publike e politike. Shumë e kemi toleru një kulturë ku njerëz të fshehun mrapa ekraneve mendojnë se munden me shpif, me ofendu, e kërcënu pas një pasoj. Kjo duhet me marrë fund. Interneti nuk është zonë pa ligj, edhe në hapësinën digjitale ekziston përgjegjësia, edhe aty ekziston digniteti njerëzor, edhe aty ekziston ligji. Ka vajza e gra që në vitin 2026 më thonë: faleminderit që e ke marrë guximin me na përfaqësu edhe në politikë. Çfarë guximi duhet për me qenë gru në politikë? Për me kandidu, për me folë në publik. Boll ma me romantizimin e grus të fort në politikë. Synimi nuk është me kriju gra që durojnë gjithçka. Synimi është që secili njeri që e merr guximin me shoh, me farefis dhe jo vetëm, në secilin koment në rrjete sociale, me dal para institucioneve drejtësisë edhe me marrë dënimin meritor. Për të gjitha pyetjet ju kisha lut me më kontaktu, me majt intervista, me shumë qef i përgjigjem, po vazhdoj me e dorëzu rastin.